Një ditë pasi 22 vjeçaria shqiptare Ilaria Sula u gjet e vrarë në një pyll në Rom, fëmijët e familjes Sula në Çermë të Lushnjës thonë se janë tronditur nga ngjarja. Teksa shprehin dhimbje dhe keqardhje për fatin e 22 vjeçares, fëmijët kërkojnë dënim maksimal për autorin e vrasjes. Po shako, 22 vjeç, kjo shako më shumë. Vraqe ta fut në çantë, në valizhe dhe e kishte në pyje atje. Të vraqë gati 22 vjeçë, nuk e do për shembull ndaje, sepse të mosh jetën. Vrasje do dënimit më të merituar. Gjëra rëndë, të vrasë jetin, për ça? Për dashurie, për gjëra. Po jo vetëm ai, po janë po gjithë. Janë po gjithë. Kur të vëmë nga të votë. Të afërmit e familjes Sula, përfshi dhe gjyshin e 22 vjeçares, kanë udhëtuar drejt Italisë ku janë bashkuar me pjesën tjetër të familjes për t'i dhënë lamtumirën e fundit Ilaria Sulës. I dyshuari kryesor për vrasjen e sëres është ishi dashur i saj Filipinas, i cili u arrestua nga autoritetet italiane.